Përshëndetje miq të Radio Televizionit 21, mirë se po takohemi edhe këtë pasdite me magazinën Bon Bon. Gjatë kësaj magazine do të kemi mundësi që ndjekim materiale të ndryshme të përgatitura nga ne. Jemi vetëm edhe pak ditë afër ditës kur nis viti i ri shkollor, por për shumë familje, në fakt thuajse për të gjitha familjet, përgatitjet thuajse nuk janë fare afër, duke filluar prej përgatitjes së teksteve, pra blerjes së teksteve shkollore, për shkak të disa problemeve që ka pasur Ministria e Arsimit, e në fakt domethënë nuk kanë arritur që të arrijë një marrëveshje me shtëpitë botuese, e kjo për shumë familje për shkak të një problem, për shkak se fëmijët e tyre do ta nisin shkollën me probleme, pra nuk i kanë bazën në duart e tyre, pra librat. E për të gjitha sfidat e tjera që na presin gjatë këtij viti shkollor, por që edhe do të flasim me njohuesin e arsimit, profesorin Gjavit Rexha. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Po ashtu do të flasim edhe me psikologën Barda Gërdovsi. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si dhe përmes një lidhje të drejtpërdrejtë kemi edhe drejtorin e arsimit të Prishtinës, Arianet Elshani. Zot Elshani, përshëndetje. Përshëndetje. Po i nisim me juve, jemi vetëm pak ditë para fillimit të vitit shkollor, fëmijët nuk i kanë gati tekstet e tyre shkollore, jo për probleme që mund të kenë ata, por për probleme institucionale. Si e vlerësoni ju këtë, me që jeni edhe drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës? Po, kjo është një prej sfidave që ka ardhur për shkak të nivelit qeveritar, e cila është dhënë në pjesën e edhe të shpërndarjes këtë rast mjete financiare dhe për pjesën e kuotimit të librave shkollor për nxënësit. Është një prej sfidave që realisht ka disa vite që po ballafaqohemi me të. Mirë po, si drejtori komunale e arsimit me aspektin tjetër, aspektet që ndikojnë prej drejtorisë komunale të arsimit, jemi të gatshëm për të filluar procesin mësimor nga 1 shtatori. Këtu po e them që gjitha investimet kapitale prej anës tonë do të përfundojnë me kohë dhe ka të tjera që nuk do të prekin, nuk do të afektojnë mësimin edhe kur të filloj. Këto investimet do të vazhdojnë të bëhen në shkollat tona. Po, çfarë tregon kjo për mënyrën se si është planifikuar fillimi i vitit shkollor, duke qenë se edhe si komunë e Prishtinës preken pra gjithë nxënësit e Kosovës edhe komunës? Keni lidhur me çështjen e librave shkollor, po e them edhe një herë, fatkeqësisht për disa vite radhazi po ballafaqohemi me një problem të tillë. Është një problem që gjithë prindrit edhe nxënësit tanë po ballafaqohen në mbar Kosovën, veçanërisht duke marrë parasysh që është numër më i madh në komunën e Prishtinës edhe i nxënësve. Kjo do të afektohet edhe do të ketë sfidat e veta në fillimin e këtij viti shkollor, po prapë po e them që ajo se çka varet prej drejtorisë komunale të arsimit, ne kemi gjithë gatishmërinë për të vazhduar dhe gjithçka të fillojë ashtu siç është më së mari. Po ju, zoti Rexha, prej shumë vitesh është bërë praktik edhe në kohën sa tekstet janë dhëruar prej Ministrisë së Arsimit, po edhe tash viti i ri shkollor nuk nis me libra, me gjitha materialet që duhen. Si e vlerësoni ju këtë vazhdimsi? Për fat të keq, kjo as është hera e parë, po shpresoj ndoshta është e fundit, por nuk është hera e parë, ka ndodhur vazhdimisht. Tash ndoshta të kthehemi pak te pyetjet kryesore, tekstet duhet të sigurohen në shkollë me çmimin më të ulët, me cilësinë më të lartë edhe me rrugën më të shkurtë. Tash ky negocimi tash që filloi, këtë vit ka pas përgatitje pak më të mira, kanë filluar pak më me kohë, por nuk e di si ndodhi që të hyjë ky negocim tash i vonuar. Por ta them të drejtën, nëse sigurohet çmimi më i ulët për vete, unë do ta toleroja një vonesë të shkurtë për negocim të çmimeve, sepse çmimi më i ulët është një prej kritereve kryesore. Sa i përket cilësisë, përgatitjet kanë filluar pak më herët, pak më mirë këtë vit, edhe mësimdhënësit kanë marrë pjesë në vendimmarrje për me zgjedh tekstet të cilat janë më të përshtatshëm për nxënësit e veta. E tash rruga më e shkurtë është më e shkurtë, ne gjithmonë për adel që rrugën më të shkurtë nuk e gjejmë, edhe gjithmonë po vonohemi. Unë po shpresoj që kjo rrugë e gjatë të jetë sa më optimale këtë vit, edhe mos të jetë vonesë që fëmijët pas të shkojnë në shkollë
pa tekste. Do më thënë sa ma shkurt jenë pa tekste në shkollë. E kemi një shumë prej 80 eurosh, a mendone si mbulon shpenzimet? Jo. Me që dëri më tani e kemi këtë shumë, dëri më tani, pa pas një marrëveshje. Po ato disa hulumtime, vlerësimet që i kam ba unë, të mjetët nuk dalin, nuk mjaftojnë për me marrë, sepse disa kombinimet të teksteve dalin më të shenjta se këto, sidomos nëse shkojmë në klaset më të larta, edhe kur të ngritet vlera në 100 euro prap, nuk mjaftojnë ato mjetët, prandaj konsideroj se ky negociim i çmimit dhe vendosja një plafoni shumë i rëndësishëm që shteti t'i kontrollojë këto çmime, jo të shkohet ka liberalizimi blerjes së teksteve shkollore. Barta, sa mundet me shkaktu kjo një lloj pasigurie tek fëmijët? Ashtu jo pasiguri, po kur e dinë se nuk po shkon me asgjë në shkollë është një ndjenjë më ndryshe. Mirë, ka ana psikologjike, gjithmonë po fokusohemi aty, do të thënë nëse shkon në shkollë pa asnjë libër, ndoshta fillimet do të jenë pak më në rregull derisa të njoftohen me arsimtarët, nëse janë më të mëdhej, me sistemin shkollor e tjera. Por prap është një pasiguri, krijohet një pasiguri tek fëmijët për arsye se ata në çka e bazohen, ata ku do ta marrin dijonin, kanë profesorin ose mësuesen ose kondo. Tash varet prej moshës, për cilën moshë po flasim, por nëse fokusohemi tek nxënësit në klasa, do të thënë për klasës parë e lartë, atëherë gjithmonë është një pasiguri për arsye se nuk i kanë mjetet e mjaftueshme, nuk ndihen se janë të përgatitur për shkollë, nuk ndihen se do jenë të kyçën mjaftueshëm në rreth, edhe pse tash po e dina që me teknologji po mundemi me arrish shumë gjana, por libri mbetet libër. Kur është puna tek shkolla, libri e ka punën e vet, pa marrë parasysh a kemi teknologjia jo. Dhe më thënë, krijon një farë lloj ulje të vetbesimit tek nxënësit, një farë lloj mos ka mjashtu ulje vetbesimi, vetëm një pasiguri. Vetbesimi gradualisht nëse vonohen tepër, atëherë mund të shkaktoj pasoja më të mëdha, po urojmë që nuk kanë pas vonesa të mëdha që të shkaktojnë edhe probleme më serioze. Përpos fëmijëve, ata që ndikohen janë edhe prindrit. Ma sfida është për ta me dalë me kërku në momentet fundit gjitha ato libra që i kërkojnë mësimdhënësit, mundet mos me pas libra në për shtëpi botuese, gjitha këto probleme janë për shkak se ka shtëpi botuese që nuk e përballojnë numrin e kërkesave që i kanë prindrit. Po, me mungesën e librave, do me thënë, mosmarrjen e librave në kohë, gjithmonë stresi rritet. Sepse sa më afër që ofrohet data kur ju duhet libri më tepër, përdorimi i librit, atëherë stresi do rritet më tepër për arsye se kërkesa do jetë më e madhe, ndoshta numrat nuk do të jenë më mjaftueshëm, po urojmë që do të kemi numra të mjaftueshëm të librave, po supozojmë që ndoshta nuk është bëtu një seri dhe nuk është e mjaftueshme për të gjithë nxënësit e komunës së Prishtinës, po flasim të gjitha shkollave. Atëherë normal që rritet stresi tek prindërit, mos fokusi, domethënë është ajo rritja e ankthit, ndikimi që ndikon nga ana psikologjike në shumë mënyra të ndryshme. Ndikon siç e thekët ju më tepër ndoshta tek prindërit sesa tek fëmijët, edhe tek fëmijët ndikon njësoj, por fëmijët prapë kanë ata që prindërit e blejnë, prindërit ma gjejnë, por tek prindërit rritet presioni, rritet domethënë stresi, ankthi e tjerë, domethënë gjithçka bëhet më kaotike me tjera fjalë. Mirë, po përpas problemit që e kemi me tekstet shkollore, ju zoti Elshani si drejtori i ri i arsimit në komunën e Prishtinës, keni ndryshuar orarin tek parafillorët, pra keni bërë prej 1-2 orëshi në atë 4 orësh. Cili ka qenë ato pika që ju kanë bërë juve që ta ndryshoni këtë lloj të orarit që ka qenë për shumë vite? Po e para, praktikave e qytetet tjera, e dyta është çështja e udhëzimit administrativ dhe e treta është çështja e nevojës së nxënësve dhe prindërve. Pra orari deri tanishëm i parafillorëve në kuadër të shkollave të Prishtinës ka qenë një orar në shpërputje me udhëzimin administrativ që rregullon këtë çështje dhe njëherët edhe jo i përshtatshëm edhe për nxënësit edhe për prindërit. Prandaj duke marrë parasysh edhe kërkesën e edukatorëve të angazhuara në kuadër të shkollave, kemi konsideru duke trajtuar gjithmonë në bazën juridike. E dim që edhe kjo aktualisht që është duke bërë nuk është në përputhje 100%, por së paku është një tentativë e mirë për të rritur dhe për të mundësuar njëherët
gjithë fëmijëve tonë një kohë më të gjatë në kuadër të shkollës, edhe një kohë ku do të kenë mundësi që të kenë aktivitete, një kohë ku do të kenë mundësi që të shoqërizohen një farforme me nxënësit e tjerë, me shokët dhe shoqët e tyre, dhe në anën tjetër një orar i përshtatshëm edhe për prindrit, ku deri më tash me të filluar në ora 9, ata e kanë pas të pamundur që të mirëmbajnë një të njëjtën kohë dhe vendin e tyre të punës, e në anën tjetër edhe të mirën me kujdesin e fëmijëve të tyre për t'i dërguar dhe për t'i marrë nga shkolla. Prandaj kemi konsideruar që ky orar i ri nuk i dëmton në një anë prindrit, por në anën tjetër favorizon shumë fëmijët. Duke parë edhe bazën ligjore, ne do të bëjmë edhe hapa të mëtej gjatë vitit të ardhshëm, që viti i ri shkollor të parashet ndryshime edhe më të mëdha në këtë aspekt, gjithmonë po e them konform ligjeve dhe udhëzimit administrativ. Ky orar që e kam gjetë, e kam pasur që ka qenë një orar i shkurtër dhe i pafavorshëm edhe për nxënësit, edhe për prindrit, edhe për edukatorët, prandaj do të e kemi marrë edhe këtë politikë e cila është prit mjaft mirë nga të gjithë. Unë ndërkohë kisha kërkuar falje për shkak të agjendës, meqense se ju informova që e kam pamundur. Shkurt, po. Sa janë përgatitura shkollat e Prishtinës për një zgjatje të orarit, apo e keni paraparë në forma të ndryshme? Për zgjatjet e këtij orari, sigurisht shkollat janë të përgatitura, numri i parafilorëve ka qenë i përcaktuar paraprakisht nga secila shkollë. E fatkeqësia është kjo nuk është e standardizuar dhe rregulluar deri më tash spaku me procedura në kuadër të drejtorisë komunale të arsimit në Prishtinë, gjë që do ta trajtoj që vitin e ardhshëm i gjithë procesi i regjistrimit për parafilor të shkojë i njësuar për të gjitha shkollat, pra të mos kemi orare të ndryshme, të mos kemi standarde të ndryshme për çështjen e regjistrimit, të respektohet zonimi për regjistrim të fëmijëve në kuadër të secilës shkollë, dhe në anën tjetër të respektohet edhe çështja e kritereve të regjistrimit në aspekt të banimit të qytetarëve të Prishtinës, por edhe kushteve dhe mundësive që i ka secila shkollë. Pra vetëm një gjë po e potencoj sërish, sot secila klasë e parë në komunë të Prishtinës, përjashtimisht 2 rasteve në shkollën Model dhe në shkollën Fajkonic, gjithat të tjera të është vendosur një tavan për gjithat i numrit të nxënësve me 30 nxënës në një klasë. Pra, në asnjë klasë, në asnjë shkollë nuk është toleruar një numër më i lartë, përjashtimisht një paralele e re që është kriju në shkollën Fajkonica dhe një standardi që është praktiku në shkollën Model, ku parafilorët janë regjistruar në mënyrë automatike në klasën e parë. Por në këtë rast kemi bërë një përjashtim, meqense nuk kemi mujt me largu ata fëmijë, njëherët edhe ata prindër që kanë aplikuar për ata fëmijë që konkretisht për vitit kalum. Dhe ky standard do diqet edhe viteve në vijim që ky numër maksimal të respektohet. Po ashtu, toleranca në rrëmjet secilës klasë. Pra, në asnjë klasë nuk do të ketë dallim më të madh se një nxënës në raport me tjetrën. Përjashtimisht aty ku kemi nxënës me asistent, që parasheh edhe legislacioni jonë që duhet të kenë dy nxënës më pak. Në raste të tjera, tolerancë tjetër nuk do të ketë, pra. Unë i kam pas statistikat, dhënat, pra kemi aktualisht klasës 6, 7, 8, 9, e 5, ku numri dallon me 6-7 nxënës prej një klase në një klasën tjetër, e kjo nuk do të tolerohet gjatë këtij viti akademik dhe gjatë viteve tjera akademike, përsa janë në krye të kësaj detyre që regjistrimet e reja të bëhen në bazë të procedura dhe standarde të parapara në kuadër legjislacionit. Me këtë legjislacion që është. Po, shumë shkurt edhe diçka me që jemi tek numri nxënësve, përpos në shkollat fillore, me sa kemi informacione, është edhe një shkollë mesme që brenda një objekti operojnë 2 gjimnaze. Bëhet fjalë për gjimnazin Ahmet Gashi, shoqërorin, po edhe atë gjusorin. A ka me u zgjidhur si problem kjo, se kemi pas ankesa edhe më përpara që është një numër i ngarkuar i nxënësve në atë objekt shkollor? Aktualisht është e pamundur që të ndërmiren masa të shpejta lidhur me këtë çështje. Kam qenë diskutim me 2 drejtorët e shkollave, jemi duke trajtuar mundësitë që kemi për të ardhmen, mirë po marr parasysh dhe
bartjen e Xhingazullit tashmë në objektin e ri shkollor në Kalabri. Kjo mundësi mund të hapet gjatë vitit të ardhshëm, ku do të mund të zhvendoset njëra nga këto dy shkolla të zhvendoset në atë objekt, por parimisht sot nuk e kemi definitive këtë gjë. Zoti Elshani, faleminderit shumë që ndatë kohë për ne. Faleminderit shumë, bashkë. Ditët mirë. E patëm drejtorin e arsimit të komunës së Prishtinës, ne shkëputemi për pak marketing dhe rikthehemi me diskutim me profesorin dhe psikologën Bardha Gërdovci. E ne diskutimin për tekstet shkollore, por edhe për ndryshimet e tjera që janë bërë në arsim, rikthehemi që të flasim përsëri me Bardha Gërdovcin dhe njohësin e arsimit Gjavit Rexha. Zoti Rexha, folëm edhe me drejtorin e komunës së Prishtinës më herët për orarin 4 orësh për fëmijët parashkollor, si e vlerësoni ju? Kjo është një ndër veprimet më të mira në arsimin kosovar pas luftës për mendimin tim. E para, sepse ne kemi pas një situatë dyftyrshë sa i përket klasës parafillore. Ne kemi deklaruar përqindje të lartë të përfshirjes së fëmijëve në klasën parafillore, mirë pa ajo si kualitet, si substanca, e ka qenë vetëm 2 orë mësimore, ose 2 sahat. Të gjitha këto kanë qenë nën dispozitat e kurikulës edhe të udhëzimit administrativ që kanë qenë 18 orë në javë. Mendoj se kjo është vendim shumë i qelluar, fëmijët do të përfitojnë shumë më shumë. Është mirë që ka filluar Prishtina, sepse komuna tjera e ndjekin modelin e Prishtinës edhe inkurajoj Prishtinën të mos ndalet dhe komuna tjera që ta po ashtu ta aplikojnë këtë model, sepse do ta heqin një dyftyrsi të madhe nga sistemi arsimor në Kosovë. Themi që ofrojmë edukim parafillor, e nuk ofrojmë sepse me ato 1 sahat e gjys, prindja s'ka llogari me çu fëmijën në shkollë, e lëmë që fëmijët shumë të vegjël, 5 vjeçar, mbeteshin, kanë parë me qindra raste, duke pritur para shkollës në një fëmijë më i rritur të i marrë ata dhe të shkojnë në shtëpi bashkë. Ose prindit alçoj punën që t'i marrë ata mbas 1 ore gjysmë ku ashtu s'kanë përfitu. Është një vendim shumë i mirë i komunës së Prishtinës e përkrah plotësisht. E patëm edhe një diskutim tjetër, sa mundet me shkaktu pasiguri tek prindërit për një periudhë kaq shumë të shkurtër për me siguru gjitha materialet? Një lloj stampedo, po i friksohem shumë, një lloj nxitimi tash i gjithë prindërve në një moment kur të jenë negociuar çmimet, tash koha është më e shkurtër, prindërit gjithsesi që janë të motivuar që fëmia e tyre të ketë tekstet për me shku me viju mësimin, edhe kjo do të krijojë të llovinë për librari, edhe do të krijojë nxitim, rëmuj, pasiguri, besa edhe situata konfliktuoze. Unë po i them prindve, fëmijët pa tekste mund të shkojnë në shkollë, jo gjithsesi gjatë tërë vitit, se i kanë mësuesat e vet shumë të mirë, mos të brengosen shumë edhe mos krijojnë as çrregullime, as pasiguri, as situata konfliktuoze, sepse nëse nuk i merr sot, i merr nesër. Nëse të gjithë fillojnë tash për një periudhë të shkurtër t'i blejnë librat, atëherë kjo do të shkaktojë edhe mungesa për librari, do të shkaktojë presion mbi shkollës, mbi mësimdhënësit, mbi prindërit. Mendoj që prindërit duhet ta marrin shtruar këtë çështje, edhe të letë veprojnë sikur me qenë skandinav. Shtruar me pjekuri, me maturi edhe pa krijuar çrregullime para librarive ku shitin librat. Po Bardha, në aspektin psikologjik të fëmijës, a do të ketë një ndikim pozitiv apo negativ ky 4 orësh? Në anën psikologjike gjithsesi do të ketë ndikim pozitiv, për arsye se se edhe bashkëfaqësit më herët, një periudhë e shkurtër, 1 orë gjysmë deri në 2, më së pari fëmijët janë shumë të vegjël, edhe ju duhet pak më tepër kohë të procesojnë disa informata. Mbi gjitha, nuk do të lajmanash edhe pjesën e prindërve, të cilët duhet të marrin kohë, domethënë mas pari të dërgojnë, mandej mas 1 orë gjysmë 2 të shkojnë të marrin, që është një kaos shumë i madh edhe për prindërit, por edhe për fëmijët është një presion shumë i madh brenda 2 orëve të marrin informatat e duhura, e të kenë të qarta se ta kuptojmë thelbin e mësimit në atë aspekt ata janë të vegjël, por ta dinë se çka po bëhet përreth, të socializohen. Socializimi do të mungoj, sepse mbrana 1 orë gjysmë 2 sa munden të socializohen, sa mund të rritë ata bashkë. Në atë 2 orësh a me mësu mësimdhënësit, apo me i socializu, cilën me e bërë. Do me thënë brenda 4 orëve mund të kenë edhe aktivitetet të lira, ku mund të jenë, ku fëmia nuk e shef shkollën vetëm si një objekt ku duhet shkoj detyrohet të mësoj edhe të dalë prej aty. Po ta shef një vend ku mund të shkon, të zhvillohet, të shprehet lirshëm, të krijon shoqëri edhe të merr djuni.
do me thënë, mos ketë atë presionin që brenda asaj periudhe të shkurtën do të bëj gjithë shka vetëm rreth anës akademike, po zhvillohet edhe ana sociale, ana psikologjike gjithashtu, sepse fëmijët mund të shprehin edhe anën emocionale, çfarë mshejnë brenda, do me thënë, kur janë me shoqëri, kur janë me bashkëmoshatarët e tyre, po ashtu me mësimdhënësit, e kanë më të lehtë shprehen. Do me thënë, kur kanë më tepër hapësirë, ju japet edhe më tepër hapësirë për me u shpreh, sepse si po ndihen rreth mësimeve, si po ndihen në ambientin shkollor, edhe ta kemi parasysh sepse ata janë të vegjël, për ata është hapi i parë që kanë hyrë në këtë rrugtimin akademik. Nuk po flasun, nuk është e domos të fokusohemi vetëm te ana akademike tek parashkollorët, është shumë e rëndësishme të fokusohemi tek zhvillimi i tyre emocional, tek ana sociale, tek ana psikologjike, tyre mirëqenia psikologjike, sepse këto janë shumë të rëndësishme në hapat e parë të shkollës, po edhe ana akademike, dhe patjetër ata e marrin anën akademike edhe duke u zhvillu, por hapat bazë janë këta që ta shohin, shkollën një vend ku është i mirë për ta, është i sigurt, në vend ku nuk shkojnë vetëm të rinë për pak orë të kryjnë atë obligimin e tyre edhe të dalin. Kështu që është definitivisht një gjë e mirë edhe ka ana psikologjike. E kemi edhe këqështën që e ka një grumbull të librave që duhet t'i mësojnë, ose gjithsesi t'i kalojnë gjithë ato njësi mësimore që i kanë, e çfarë të bëjnë me një 2 orë. Besoj që edhe kjo është diçka. Po ky 2 orë që jap presion mësuesit, nuk janë ato librat duket më sa e diun, por megjithatë janë materiale, janë përbajtje akademike me 2 orësh, gjithaj qëndrimi i fëmijës, siç e tha Zonja, psikologja e bën qëndrimin tepër akademik, e jo socializuar. Mësuesi duhet me pas kohë dhe me i kushtu vëmendje fëmijës, me pasë si po ndihet, shpirtërisht si është, e të tjerë t'i ofroj përkrahje, sigurive, besemet të tjera. Nuk është shkolla vetëm për ato 2 orë që me mësu mësimin. Prandaj shumë e rëndësi. Kjo është hapi rëndësishëm edhe i mirë. E kemi në arsim edhe një shqetësim tjetër, sipas një studimi që është bërë, një pjesë e konsiderueshme të nxënësve kanë deklaruar se kanë përjetuar dhunë ose bullizëm në shkolla. Çka po dështon sistem që po ndodh gjitha kjo? Kjo është fusha e psikologës, po më po të tregoj një shembull prej përvojës time, se shkolla duhet të jetë vend i sigurisë, kurse si vend i frikës as i pasigurisë. Kur i kam vizituar shkollat në Perëndim, po e tregoj një rast të një shkolle në Amerikë, spari një 2-3 kilometra para shkollës, komuniteti hiç s'kan qef me të paty, si njeri të panjohur, e para. E dyta, në hyrjet e oborrit të shkollës është një njeri i cili po ashtu të bën me undi jo bashmir. E treta, në hyrjet të shkollës është njeri që thotë çka po don këtu, me leje kam qenë. E katërta është një rrugë gjatë deri në zyrën e drejtorit. Mandej tjetra janë shërbime të ndryshme, edhe psikologjike, edhe sociale, edhe përkrase, edhe për këshillim të fëmijëve, të cilat e bajnë fëmijën që mundi i sigurt. Edhe në rast se, edhe si parandalim, po edhe si trajtim i problemeve të fëmijës. Prandaj unë konsideroj që në këtë situatë, këtu si jemi në Kosovë, shkolla vërtet një fëmija nuk mund të ndihet mirë, edhe duhet një rimendim i tërë konceptit të shkollës dhe shkollimit, që me siguru kushte të mira, i thash disa elemente, këshillime për përkraje sociale, për përkraje psikologjike të tjera, në që fëmija të ndihet mirë aty, sepse, kur fëmija nuk ndihet mirë, ai nuk mëson. Pjesa emocionale ka fuqi me bloku pjesën kognitive, pjesën e korteksit, pjesën mendore. Prandaj shumë e rëndësishme që të krijohet një ambient, një mirëqenie mendore dhe psikologjike. Barta, sa shqetësuese është kjo shifër 33% e nxënësve? Është mjaft shqetësuese, e cila fatkeqësisht kohëve të fundit edhe po rritet një farë mënyre, me cilën unë po uroj që jo, po sipas gjitha rezultatave siç po i shohim, edhe shembujve të cilët janë me të vërtetë shumë shqetësues, janë në rritje sipër, sidomos tek adoleshentët. Unë do me thënë pajtohem plotësisht edhe çka do që shtoj më tepër, muj vetëm me thënë që mungesa e psikologëve në për shkollat është problemi kyçës në sistemin shkollor tonin. Pse? Sepse psikologu është ai i cili përpoq mësimdhënësit, po patjetër mësimdhënësi ka edhe
minimumi sa 20 nxënës në një klasë, minimumi, dhe me thënë, ndoshta i hik në një rastësisht, edhe nuk mundet me pas qëtësimin e gjithë secilit, edhe tuke marrë parasysh që kohën e ka të limituar. Atëherë, kur psikologët janë prezent, ata mund t'i vëzhgojnë edhe t'i kapin ndoshta situatat edhe më herët, para se të bëhet vonë. Dhe më thënë, para se të bëhet një akt i tillë, siç është bullizmi, apo edhe përditshjet fizike që po bëhen, që hynë në kuadrën e bullizmit, dhe më thënë, qoftë verbal, qoftë emocional, qoftë tash edhe kibernetik, dhe më thënë, këto gjitha janë psikologët të cilët e kanë veçmas detyrën e tyre që mundën me i pa me disa gjeste. Mandej duhet ketë edhe, mos flasim për sociologë dhe gjithë të tjerë të cilët është shumë më mirë të kemi, po minimumi ta kemi një psikolog në për shkolla, sepse me të vërtet mungesa psikologëve janë këto dhe rezultate, sepse fatkeqësisht fëmijët, sa do që prindërit e bëjnë më të mirën. Unë besoj shumë që prindërit e dhajnë maksimumin për secilin fëmijë. Po ashtu edhe mësimdhënësit, nuk kam asnjë dyshim tek ajo kuadra e shkollave. Do të thënë, çka do qoftë prej drejtorit të mësimdhënësit, tjera e bëjnë më të mirën, por pa dashje kam ju hik diçka. Do të thënë, nëse nuk e kemi këtë trekëndshin e artë, siç e quaj unë, do të thënë që është bashkëpunimi mësimdhënës, psikolog, prindër, do të thënë, është me të vërtetë nuk mundet me qenë edhe aq e fortë, do të thënë, janë shumë gjëra që munden me ikë me tjera fjalë dhe janë rezultatet këto që janë. Kështu që para se që të bëhet vonë, më mirë është që të marrim një hap edhe të marrim pak më seriozisht këtë çështjen që të kemi spaku një psikolog në për shkolla, sepse disa i kanë, po vetëm një psikolog në këtë shkolla, 2-3 psikologë janë në të gjitha shkollat e Prishtinës, sa munden me kry punë. Nuk munden. Kështu që t'i marrim parasysh dhe të marrim këtë çështje seriozisht, sepse fatkeqësisht fëmijët po janë të kyçën në rrjetet sociale, po shohin shemboj jo të mirë, dhuna është gjithkund. Do të thënë, edhe duhet të merret parasysh që një këshillim, një bisedë e lirë me një psikolog ju ndihmon tepër që të parandalojmë këto gjërat. Zotëri Regja, a kemi mekanizma të mjaftueshme për mi parandalu këto raste të tilla? Jo, nuk ka hiç. Me krejt trajtohet mësimdhënësi, me krejt merret mësimdhënësi, po edhe drejtori. Tash paramendohet një drejtor me 1000 nxënës në shkollë, duhet më marrë me rastet, sidomos ato rastet e lehta nuk shkojnë taj. Prandaj konsideroj që mësimdhënësi, po edhe drejtoria janë padrejtisht të ngarkuar me disa gjëra që ata as nuk janë të trajnuar, as nuk është mirë me u alon, sepse atëherë t'ia po don rezultatet e pisës apo don mirëqenien mendore e emocionale të fëmijës. Është një renditje që do t'a doja une, është psikologu, punon me mësimdhënësit. Mësimdhënësi identifikon rastet, punon me fëmijë që duhet, i trajton fëmijët që duhet, ndonjë raste trajton psikologu, mandej disa raste me të rënda është punëtori social, mandej vinë edhe organet e rendit, vinë këshillat të ndryshme brenda shkollës. Do më thonë, këto janë mekanizmat që ju me të drejtë për përmendin, nuk ka asnjë. Nuk ka mekanizma, shkolla duhet rimenduar koncepti sigurimit të mirëqenies mendore dhe emocionale të fëmijës në shkollë. Është thelbësore, nuk është vetëm fjalë. Mirëqenia mendore mundson të nxënë të duhur. Pa mirëqenie mendore, emocionale, psikologjike nuk ka të nxënë. Është parakusht. Shiko, ju tash po t'jeni të friksuar prej me, nuk mund të përqendroheni në pyetjet tua dhe në atë që po them. Më thënë, frika, emocionet e blokojnë korteksin, të menduarit racional, edhe fëmija njësoj. Nëse është i bulizuar, nëse është i friksuar, ai nuk mëson, ai fëmijë mendon ç'është më u shmang situata e problematike me palën tjetër ose me fëmijën ose me mësimdhënës, se një pjesë e bulizimit vjen edhe nga mësimdhënës. E të tjera. Prandaj këto gjëra janë thelbësore, nuk janë të rëndësishme, janë thelbësore, mekanizmat nuk ekzistojnë, duhen bërë. Përndryshe drejtori dhe mësuesi do të vazhdojnë më marrë me të. Pas sukses. Po cila do të duhet të ishte përgjegjësia e komunës edhe organeve të rendit në këtë aspekt? Edhe komunë, edhe organet e rendit, edhe ministria kanë obligime edhe mundësi për me siguru, për shembull, spaku, si që tha kolegja, duhet zonja, psikologe duhet nga një psikolog ose si pas normave për shkollë. Duhet një program të psikologut që me i aftësu mësimdhënësit. Duhen bëhen këshillat për përsigurimin e mirëqenies së fëmijës në shkollë.
Duhet në nivel komune të jetë një këshill i tipit të punëtorëve të këshillit social, që rastet problematike të fëmijëve, ata që janë raste më të rënda, merren me ta ashtu siç duhet, sepse as mësuesi as psikologu dikun del prej tyre. Dinaj rasti që ndodhi në shkollën përparimi, nuk ka psikologu, pikërisht ishte psikologu që ishte përballë pa sukses, se nuk është me fushë e tij. Prandaj edhe shteti mund të krijoj shumë qendra të ndryshme që e përkrajnë edhe komunën, e përkrajnë edhe shkollën, edhe veçanërisht të gjitha këto bashkë me përkrah prindin, se prindin nuk mundet me ndihmu se nuk din. Nuk i din këto probleme, nuk i ka informatat, ne duhet ta edukojmë, ta përkrahim, ta informojmë, e së bashku ndoshta ju e përmendëm me të drejtë krimin kibernetik. Kjo është jashtë, çka din prindërit për këtë, çka dini pjesë e shkollave për këtë. Me një qasje të duhur, shkolla është ajo baza që duhet me imbrojt fëmijët dhe me kriju mirëqenia emocionale edhe mendore. Po çka për ato fshatra që nuk kam psikolog? Do të thënë shiko, s'është të thonë me pas psikolog në çdo shkollë. Mundet një psikolog në dy shkolla. Po. Mundet shërbime psikologjik, mundet shërbime mobile, mundet me zhvillim më të mirë profesional të mësimdhënësve, mundet me fushata informimi, mundet me komunikim më të mirë me prindërit, ka mënyra, mundet me shkëmbimin e nxënësve mes shkollave. Ajo mund të ndihmoj shumë, mund të bëjmë edhe shkëmbimin e mësimdhënësve, përvojave, trajtimin e probleme, mundet vetëm ta tematizojmë problemin e bulizimit, është një hap i rëndësishëm. Ka çka të bëhet, por duhet me dashur. Duhet këtë një program nivel nacional, mandej komunal, mandej institucional, që t'i trajtojmë këto probleme. Fëmija i pa rehatum nuk mëson. I rehatuar mëson, që një rrugë për me ndrejsh rezultatet e mësimit në shkolla. E përmendet krimin kibernetik, tashmë çdo fëmijë ka qasje në telefon, në internet. Kemi edhe iniciativë të disa shkollave këtu në Prishtinë, në sa e diun, vendosjen e telefonave në dollape. Sa është e mirë kjo për parandalimin e këtyre krimeve të tilla kibernetike, sepse besoj se momentin se një fëmijë ka një telefon në dorë edhe gjatë klasës, gjitha tjera të rrjedhin në atë rend. Kjo është një shembull, duket më shumë të kanë shkolla private, nëse nuk gaboj, nuk di, më fal, publike nuk kam informata, ndoshta edhe publike më fal. Apo udhëzim administrativ ministri Bytyqi aso kohë. Më fal, nuk e pas në ditë. Domethënë, më së pari, telefoni krijon shpërqendrim gjatë orës së mësimit. Domethënë, telefoni nuk ju duhet nxënësave kur janë gjatë mësimit, sepse mund të kenë qasje në shumë gjëra që nuk janë të shëndetshme për ta. Edhe kështu, por, domethënë, bullizmi kibernetik nuk ndodh vetëm gjatë orarit të mësimit. Do ta dinë këtë. Ne bëjmë më të mirën gjatë orarit të mësimit, mësimdhënësi, drejtori, të gjitha institucionet shkollore. Por, derisa ai fëmijë e ka telefon edhe kur shkon në shtëpi, edhe nuk janë, siç e cekëm dhe më herët, prindërit të vetëdijsuar se çfarë mund të shkaktoj kyçja e tyre në për rrjete të ndryshme, në për platforma të ndryshme, të cilat ndoshta nuk janë as për moshën e tyre, edhe video që i shikojnë, do të kemi shumë kujdes çfarë konteksti ka video që shikojnë, sepse bullizmi kibernetik, sidomos mund të vazhdoj tan kohën. Domethënë nuk është vetëm gjatë shkollës, gjatë shkollës po e lejka, po u bulojka disi, ama kur është në shtëpi, domethënë sulmet kibernetike janë më serioze. Domethënë këto, më falni, bullizmet kibernetike. Pse? Sepse vazhdojnë tan kohën, nuk ndalen, sepse ato mund të shpërndahen në gjitha rrjetet sociale, domethënë në gjitha platformat që përdoret, domethënë smartphone apo interneti. Domethënë është shumë më i vështirë edhe të kapet edhe të menaxhohet. Domethënë më së pari duhet siç e cekëm më herët, më së pari duhet të vetëdijsojnë prindërit, të mahen, domethënë të vetëdijsojnë edhe nxënësit, mësimdhënësit, edhe të gjithë, domethënë si grup do të jenë të vetëdijsuar dhe të kapin këto gjëra ko pas kohe, ta kenë një vëzhgim. Nuk them që me ja shkejt privatësinë asnjë fëmiu, por prindëri se prind ka të drejtë fëmijët tyre të ja kërkon telefonin ndonjëherë, shef se çka po ndodh. Nuk do të thonë që fëmia e tyre e bën, po ndoshta është prej ndonjë sulmi, ndonjë bullizmi kibernetik.
Qoftë edhe një koment qesharak që japi në për foto, sepse tash po edhim që gjithë po posojnë fotot të ndryshme në për rrjetet sociale, qoftë edhe ai komenti, o, po dukesh me plot, e tjera, nuk e din ku arrin ky koment. Do me thënë, qoftë edhe këto komente qesharake që i quajnë me zveti, ose nëse nuk je në një far trendi që e kanë shoqëria, nuk je në shoqëri. Do me thënë, do të kemi shumë kujdes me këto gjërat e vogla cilat na duken normale, por janë shumë serioze sepse do me thënë, ndikojnë nga ana emocionale, psikologjike, edhe mirëqenia njerëzore e një fëmiju edhe i cili rritet një ditë edhe do i bartë këto tankohen. Ndoshta mundet me menaxhu për një kohë të shkurtë, por jo, nuk janë të vedishëm mjaftueshëm sepse janë fëmijë mbi gjitha. Do të thënë, nuk është marrë nëse një prind ja kërkon telefonin, edhe shikon se çka po ndodh me fëmijën e tyre, edhe nuk është marrë ose nuk është mangësi, nëse mund me qujtë nëse kërkon ndihmë profesionale, që të ketë vedisim pak më të lartë sa i përket anës tjetër, sepse gjitha llojet e bullizmit janë të tmerrshme, por kjo kibernetike është diçka shumë aktuale, e cila me të vërtet po bëhet edhe pak si fshehur, për arsye se nuk janë të dritësuar njerëzit. Do më thënë, mendojnë se me hynë në Instagram, me i shpang disa komente, është okej, jo sepse prej ati komenti shkon të tje, dhe mund për diçka më serioze. Edhe ndjek, mos harrojna që kjo e ndjek tankohen, kudo që dash, në shtëpi, në shkollë, kudo. Që kështu që vedisimi është diçka kryesore që duhet bëhet në spari. Po ju zotëri, gjasisht një vedimin që nxënësit të mos mbajnë telefona brenda, dhe pse në shumë raste kemi që ata e përdorin edhe për çështje mocimore. Sepse kemi lëndë të cilat nuk kanë libra adekuate, kështu që duhet pa tjetër të shfrytëzohet telefoni, ose një pajisje tjetër teknologjike. Teknologjia është një trend i domosdoshëm i jetës. Dhe më thënë, telefonat të vetëm përshkojnë të modernizu, nuk përshkojnë të i ra. Dhe më thënë, fëmijët do t'jenë një jetë me to. Prandaj unë jam proponent i asaj që me një mësimdhënës të mirë, në shkollë të shkohet ka përdorimi konstruktiv i teknologjive për nxjerrjet informatave, klasifikim, sistemim, informim, gjetje të opsioneve të ndryshme tjera, ndërsa në shtëpi kontroll i rrep madje. Mirë po, në botët për habin time, edhe në botën perëndimore me sistem arsimor shumë zhvillum, ka një tendencë të shmangjes nga teknologjitë. Në më thonë të rime, po shkohet ka ajo që të merret teknologjia. Personalisht, mendoj që shkolla duhet me ndihmu fëmin se si përdoret teknologjia në mënyrë konstruktive, por gjithnjë më shumë po ka argumente drejtim të asaj të një zhvillimit natyrshëm të fëmijës, të zhvillimit të nxënit të natyrshëm të fëmijës, edhe të mos përdorimit të tepruar të mjeteve teknologjike. Ja, ka hulumtime që po tregojnë se përdorimi i teknologjisë, jo vetëm që po ndihmon në anën konstruktive të nxënit, po edhe po e pengon edhe rutina të reja po ndërton, po besa pengesa edhe në funksionet mendore edhe në strukturën e trurit të njeriut, prandaj unë po besoj që në base është mirë të shkojmë me trend, por, nëse jo to telefonat mobil, atëherë me laptopa edhe me mjetët të tjera, tabletat të tjera në shkollë të mësohet fëmija se si përdoret teknologjia për zhvillimin e vetë personal. Kështu do më thonë një farë kombinime e kësha bo. Po, më falë, se du të shtoj edhe diçka këtë nëse ndejot. Dhe më thënë, ka platformat të ndryshme që i edukojnë fëmijët, dhe më thënë, ju dhajnë mësime edukative, që mund t'ja u letësojnë, ose të thjeshtojnë një mësim që nuk e kuptojnë ndoshta në mënyra të rregullta, sepse do të kemi parasysh që mund të kemi edhe nxënës që ndoshta kanë vështirësinë të nxënë. E tjera, do të thënë, janë platformat shumë të vlefshme për ata që ka më herët vetëdijsimi, do të thënë se si të përdoret teknologjia në mënyrën e shëndetshme. Jo të përdoret vetëm për rrjetet sociale të tjera, pse ceka rrjetet sociale më herët ke për shkak se po vjen dhe këtë bullizmi kibernetik, por po ndodh ajo edhe fatkeqësisht shumë mësimdhënës po i ndalojnë siç e cekat përdorimin e teknologjisë për arsye sepse po është keq kuptu përdorimi i teknologjisë. Do të thënë po mendojnë se vetëm rrjetet sociale është teknologjia. Jo. Ka platforma ku mund edhe mësimdhënësit të përdor për ndihmën një teknik ekstra për lehtësimin e mësimdhënies. Mandej janë ato smart boards ose tabelat e mençura, siç e quajnë, do të thënë që mund t'i përdorin për një shpjegim të mësimit, për një kapje të vëmendjes më të mirë, ndoshta të një fëmijë që nuk ka vëmendje me një
me një libër para, sepse duhet të kemi parasysh që kemi, si se theka më herët, domethënë kemi nxënës të ndryshëm, që mënyra të ndryshme të mësimit që tash mësimdhënia ka avancuar dhe më tepër edhe është lehtësuar dhe më tepër për mendimin tim që mund të përdorësh këto teknika të mira, të vlefshme që e kemi, sepse pa teknologji sot nuk mund të mbijetosh. Kështu që edhe fëmijëve sado që janë ndalon, ndoshta gjatë mësimit, prap kanë me përdorur kur shkojnë në shtëpi. Po ti mëson që ti përdorin në mënyrë të shëndetshme, jo të përdorin gjëra të pashëndetshme. E përmendëm edhe me drejtorin çështjen e numrit të madh të nxënësve në disa shkolla të Prishtinës, jo domosdoshmë në të gjitha. Si e shihni ju këtë, si do duhet të rregullohej si problematik? Janë dy çështje. Një, performanca e fëmijëve as në testet e standardizuara në Kosovë, as në testin PISA nuk lidhet drejt për së drejti me numrin e nxënësve. Është interesant. Niveli suksesi i fëmijëve prej 15 nxënësve deri në 35 shkon duke u ngritur performanca e fëmijëve. Domethënë 35 që nuk është i dëmshëm. 35, 40, 45 bjen performanca. 15, 12 e përfundi bjen performanca. Do më thënë duhet relativisht me i marrë me rezerva këto çështjet e numra. Janë disa numra, 30 që për mua është ideal, 24 deri 35 është numër ideal. E dyta, konsideroj që në Kosovë nuk po përdoret elementi transportit sa duhet. Para mendoj, ti kesh disa autobus të bukur, elegant, dizajnum mirë, sigurt, edhe mundesh se ne fshatra i kemi shkollat të zbrazura. Para mendoj, vetëm atëherë mund të planifikohet më mirë, sepse fëmija, nëse ti ja merr prindit të dera, ai nuk e ka problema, po shkon në lagje apo shkon në lagjën tjetër, përderisa nuk është i rrezikuar rrugës. Prandaj unë mendoj se një planifikim edhe në Prishtinë, që është situata më e rëndë me fushë Kosovë, e deri diku edhe në arsimin e mesëm të lartë në Lipjan, edhe në Prishtinë mund të bëhej shumë më shumë me sigurimin e një transportit sigurum edhe elegant. Nuk jemi të e përdorë sa duhet, edhe kjo floskula, numri madh i nxënësve nuk mësohet, nuk është ashtu. Vendet që kanë arsimin më të avancuar në botë kanë ka 30 deri 40 nxënës në klasë, Korea Veriore, Japonia, Singapore. Domethënë, duhet me marrë me rezervë këtë, por duhet me pas se çka bëhet me ata fëmijë ato klasa. Edhe mos me tepru. Mandej edhe çështja e vlerësimit të tyre me një numër, themi ashtu, kur e kalon 35, besoj se bëhet e vështirë apo jo. Po, këtu tash është pak problem. Vlerësimi edhe kjo çësia diferencuar që thatë ju kolege. Ju, më falë, bashkëfolçja. Se si jemi kolegë, unë jam psikolog. Mësuesi nuk mundet me i kushtu për shembull. Ju duket jeni e prirur për prezantime. Dikush tjetër për punë individuale, dikush tjetër është për me shkrim, me u shpreh, e tjerë. Arsimtari i cili ka 35, këtu pak më shumë dëmtohet sepse nuk mund t'i kushtoj vëmendjet secilit. E tash në këtë kuptim unë jam ka 24 shidikun, e kjo tash pret edhe në vlerësim. Megjithëse tash në vlerësim, për shembull, te unë në disa kurse unë nuk i vlerësoj studentët, e vlerësojnë vetëm. Më thënë, ka qasit të ndryshme që mund të kompenzojnë çështjen e numrit ose vlerësimi me projekte të tjera. Po, dikun 24 shumë mesoj se është numër optimal, i cili lejon edhe vëmendje duhur, edhe qasit diferencuar, edhe cilësi. Po ju Bardha, si shihni këtë aspektin e numrit madh fëmijëve nëpër klasa? Okej, numri madh i fëmijëve me një mësimdhënës nuk mund të ketë edhe rezultate shumë të mira, për arsye pra po kthehemi te ato që i cekëm më herët, sepse duhet ta dimë që secili individ është ndryshe prej tjetrit. Domethënë pa dashje kur ke shumë nxënësa në klasë, tash po e dimë që kushtet janë ndryshe, nuk po mundemi me ndryshu nganjëherë dhe po duhet t'i kemi, por duhet të dimë që ta kemi parasysh që disa prej tyre mund të pa dashje të penalizohen. Për arsye sepse mësimdhënësi nuk mundet të ketë në vëzhgim 25 nxënës ose edhe 20 janë tepër, le mos flasim më tepër. Ndrojtur. Ata që nuk lajmërohen, nuk e shtyjnë përpara. Janë disa prej tyre që janë pak më ndrojtur, edhe janë pak më dihen më në siklet ta shprehen se si po ndihen në atë moment, edhe për ata ta mbesin pak më anash. Ose ka edhe disa prej tyre që ndoshta nuk e kuptojnë për momentin bashkë konceptin e domethënë thelbin e mësimit, edhe nuk flasin për arsye sepse shumica e kuptojnë. Edhe nuk duan dalin sikur ata që nuk
po janë ata nxënësit që nuk po dinë, apo si që qojnë në popull, ata që nuk kuptojnë janë më të mangë, për shumë nga ana akademike, atëherë ata rrinë më të ndrojtun edhe pa dashje ikë, mësim të nësit, më thënë, ky rast. Për këtë arsye them që nuk është mirë të ketë shumë nxënës në një klas, por nga njëherë prapë nuk po kemi çka më bërë, po duhet me bë, siç thot populli, çka të bëhet, çka mundemi me bë. Po në këto raste është mirë që nxënësit që nuk kyqen, ndoshta gjatë orës së mësimit, pak të jepen një vëmendje, ta gjejmë pak një 5 minutë para ose pas mësimit, të japim pak më shumë vëmendje dhe të shohim çka është puna, apo a është thjeshta nuk ka interesim, apo diçka nuk ka një problem më serioz, për shembull, nuk po e kupton, tjera, po edhe nëse nuk ka interesim, si mundemi me arrit interesimin, si mundemi me ndihmu, sepse unë mendoj që asnjë nxënës nuk duhet të jetë mbrapa, domethënë gjithë përfshirës, edhe nëse i duhet ndihmë ekstra, atëherë ta shohim me kohë, t'ja japim ndihmën të cilën ka nevojë për të. Bardha, Zotë Regja, falënderit shumë që ishte pjesë e emisionit Vëmban. Faleminderit ju për ftesën.